Në ndërkohë, si popull jemi konsumues goxha të mëdhej të çajit dhe kafes. A mund t'jenë tjerë shkaktar të smundjeve të zemrës, të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e saj? Absolutisht jo, çaji dhe kafja nuk janë shkaktar të smundjeve të zemrës. Shpesh ekzistojnë mite që piva një çaj më ngrit tensioni, apo piva një kafe më ngrit tensioni. As kafja dhe as çaji nuk shkaktojnë smundje kardiovaskulare. Nëse teprohet me sasinë e kafes dhe çajit, aty ka përbërje të kofeinës, mund të shkaktojë një takikardi, e cila është kalimtar. Kuptohet, çdo gjë duhet të mirret me mas, formë që mos shkakton efekte anësore, por shkaktar drejt për drejt apo indirekt të smundjeve kardiovaskulare nuk janë. Mirë, se tash mund të ashtojmë kafen ose çajin, se nutricionistët për analin. Lena, sidomos pjesë e emisionit që është. Në ndërkohë, e diskutojmë edhe me Lenën. Edhe mas emisionit. Do të ftojmë Lenën bashkë me juve një ditë.